Drejtorisht Ertila, unë sa hyra tek familja Vezullima, sepse kështu shkruhej në hyrje, ndjeva një ngrohtësi shumë të madhe. Dhe kur erdha pastaj brenda, më kujtua gjitha ajo fëmijëria ime, në fakt unë fëmijëri s'kam pasur kopësht, po megjithatë ato hapësirat që na krijonin. Dhe pastaj për më tepër kur erdha gjeta këto dyert me emra grupesh, dallëndyshe, të engjëjt, shoh disa gjëra shumë të veçanta, që realisht e bën një ambient shumë familjar. Nga të kur u hap kjo qendër dhe nga të lindi ideja cila që është shtysa për ta nisur? Qendra është hapur në 2018, ka 8 vjet domethënë. Shtysa e parë ishte instinkti im i nanas. Unë kisha një fëmijë të vogël, doja ta stabilizoja në një vend ku të kishte siguri, jo vetëm fizike, po edhe siguri emocionale, edhe shëndetësore. Mendova të hapja këtë qendrën, duke qenë që ideja ishte të bëj një familje madhe për të gjithë fëmijët. Pra, ti vajzën tënde? Mos ishte vetëm një siguri për vajzën time, por të bëj familje edhe disa fëmijëve të tjerë, që do kishin dëshirë të na vizitonin. Shumë interesante dhe ndoshta është edhe pak pasion i brendshëm, sepse është edhe diçka ndjeshmëri, përveç se si një nën, është edhe të merresh me fëmijët, në fakt duhet të kesh një pasion shumë të madh për fëmijët, por vajzën tuaj e sollët fillimisht këtu, pra nuk e çuat në një qendër tjetër, preferuat të hapni qendrën tuaj dhe ta kishit datën me fëmijët të tjerë, apo kishte diçka që ju e pat mangët tek institucionet e tjera dhe menduat që të hapnit më mirë, ta kishit sigurt këtu? Atëherë para qendrës. Jo për anti-reklam, absolutisht për asgjë për askënd, por para qendrës unë kam një eksperiencë edukatore, gjithmonë për institucione private. I respektoj shumë ata që më kanë hapur dyert edhe si thonë më kanë mbajtur në një farë mënyrë me punë, edhe kush të mban me punë të mban edhe me bukë. Kam një respekt për të treja vendet ku kam punuar dhe unë kam krijuar një lloj eksperience. Mirë pa akoma nuk e kisha gjetur atë ambient që doja fiks për gocën time. Fëmia, e vetmja kupol që mund ta mbaj fëmijën të sigurt, por edhe të lirshëm në të njëjtën kohë, të shprehet lirshëm, është vetëm familja. Edhe kam dashur shumë që vendi im, vezullima ime të përngjante një familje. Si e bërni këtë? Pra, si e përshtasni ditën e fëmijëve që vinë tek ju që ata të ndihen si në familje? E bën raporti që ka një kujdestar, një i rritur, kujdestarja dhe një fëmijë i vogël. Nuk është vendi ku fëmija dhe i rrituri, kujdestarja, kanë një raport strikt edhe shumë serioz. Gjithmonë kujdestarja e trajton fëmijën me një ngrohtësi familjare, kur ai është i lirë dhe jo i ndrydhur, është i lirë që të shprehet një lloj si familja. Sa e ndjejnë fëmijët këtë pjesë? Domethënë e kuptojnë? Mendoj që e ndjejnë shumë. Si e perceptoni ju? Pra, si vjen fëmia tek ju? Si e shihni? Sa më i lirshëm është? Duke qenë se ke pasur dhe një eksperiencë të mëhershme në vende të tjera, ku ndryshon? Unë e kam parë në raste konkrete tek fëmijët e qendrës, po t'jap një shembull të vogël, mirë po që flet shumë për rëndësinë e veprimit. Mbasi hanë vaktin e zemrës, konsumojnë një frut edhe fëmia që dëshiron të hajë përsëri shkon në kuzhinë, po pa marrë leje që unë do shkoj në kuzhinë dhe të marr një banane, shkon atje e di ku vendin ku janë, e merr edhe domethënë e di që do ta haj edhe ne përveç se do ta përgëzojmë, askush nuk i thot pse u ngrite pa leje, kujt i morë leje ti që lëvizë. Pra fëmia di gjithçka ashtu sikurse ti ishte tek ajo kundra bufeja e shtëpisë së vet. Sigurisht që nga 2018 deri tani
përveç të gjitha sfidave, sepse çdo biznes ka të sfidat e veta financiare, e të tjera me radhë. Vërtet. A ka pasur ndonjë pikë që ke thonë këtu nuk mundem më sepse nuk ja dal dot më? Diçka që ka ndikuar ndoshta, diçka që të ka bërë ndoshta edhe të heqësh dorë, sepse në fakt gjithkush merret me biznes, çfarë lloji të jetë ai ka ato pikat e veta edhe të vështirësisë. Momentet vështira ka pasur shpesh, për hir të së vërtetës. Vështirësia më e madhe ka qenë fillimi, sepse besimi do kohë të ngrihet, besimi do fakte, do gjëra të jetuara. Besimi nuk vjen nga një fjalë e mirë nga njëri tek një tjetri. Edhe kjo është, po është për te kësaj. Mirë po, në bashkëpunimi me prindrit, transparenca me ta për çfarëdo lloj problemi të vogël, mesatar apo diçka të madhe, dhe bashkëpunimi me stafin na ka ndihmuar që këto vështirësitë të kalojnë me lehtësi. Me sa fëmijë ke nisur? Me 3 fëmijë, një ndër këta ishte vajza ime dhe 2 fëmijë ishin nga shtëpitë. Po pastaj si ka ardhur trendi? Pra, çfarë ka ndikuar që nga 3 fëmijë që keni pasur në fillim të ketë ardhur ky trendi gjithmonë në rritje? Si arritët ta krijonit besimin, ndoshta stafi, së është e rëndësishme edhe për zgjedhja e stafit, sepse vetë drejtuesi mund të jetë shumë i mirë me shumë eksperiencë, por ndërkohë ne kemi parë jo pak raste që pjesë të stafeve të kopshteve fatkeqësisht nuk kanë qenë dhe aq të denjë për punën që kishin. Vërtet. Mendoj që rritja ka ardhur nga puna pa hile, ka ardhur nga dashuria pa kushte që është dhënë fëmijëve, edhe pothuajse pjesa më e madhe e fëmijëve në qendër janë të zonës ku jetojnë, domethënë 90% të zonës ku jetojnë. Besimi është besoj mbi të gjitha, sigurisht edhe puna e stafit. Unë them që gjithmonë që stafi brenda është tamam si ato nuse të reja që shkojnë tek një shtëpi. Në rast se ti ke fatin të qellosh me njerëz të mirë, çdo gjë do ecë mbar. Në rast se të qellon për pjesë një person jo pozitiv, të shkatrohet puna. E vërtet. Përmendën në fillim zgjedhja me shumë kujdes. Patjetër. Përmendën në fillim që fëmijët kanë nevojë për siguri emocionale, përveç të gjithë të tjerave. Çfarë ju sugjeroni prindërve në radhë të parë sa i takon kësaj pjese, pra për pjesën emocionale të fëmijëve, përveç asaj që ju i ofroni këtu, sepse në fund të ditës fëmijët pasi dalin nga qendra juaj, shkojnë edhe në familje, ju ta bëni shumë mirë punën këtu, po ndoshta çedon diçka atje në komunikimet që keni me prindrit për gjendjen e secilit fëmijë. Çfarë ju thoni më shpesh, çfarë ju këshilloni? Sugjerimi i parë që i bëhet është që koha që kalojnë me ta të jetë sa më e madhe e mundur. Fëmia ka nevojë për ngrohtësinë e nënës, ka nevojë për të kaluar kohë me ta, edhe të kaloj kohë të frytshme me ta. Jo të kaloj kohën me telefon në dorë, të kaloj kohën në një kafe. Pra jo kohë fizike. Po. Kaloj kohë tamam të mirë me prindin. Dhe si janë përgjithsisht prindrit në raport me këtë pjesë, në pjesën emocionale, sa të kënaqur janë edhe me punën tuaj, këto e tregon patjetër besueshmëria, por nga ana tjetër ka ndoshta edhe ato problematikat e veta. Patjetër. Në rast se me prindin, ne me prindin jemi transparent. Çfarë nuk kupton transparenca me prindin? Domethënë, i tregohet çdo gjë. Prindi merr një rezume ditore, pothuajse çdo ditë për pjesën e shërbimit dhe për pjesën e gjithë aktiviteteve që bëhen këtu. Sepse fëmia përveç shërbimit edhe ushqimit cilësor bën dhe aktivitete. E mbush ditën me aktivitete dhe prindi të jepet gjithmonë një rezume se si e kalon fëmia ditën këtu. Se si ushqet, çfarë sasi e ka ngrënë, çdo gjë. Nërtila, të rikthej pak në ditën e parë kur ti e nise me 3 fëmijë, hapjen e kësaj familje, çfarë do t'i thoje vetes në atë ditë të parë? Në gjithë këto që sepse u vajtën shumë vite tani. Po, e mbaj mend si sot ditën e parë. Ka qenë një ditë me shumë emocione dhe jo me këtë sigurinë që mua ma ka dhënë puna tani. E kam krijuar këtë punë, mund të them me shumë mund, me shumë djerth, pa ndihmën askujt përveç të Madhit Zot, edhe sot
jemi këtu ku jemi dhe unë jam shumë krenare për misionin që kam përmbushur dhe që kam realizuar ëndrrën time të madhe. Pra, do t'i thoje vetes thjesht më shumë besim edhe më shumë besim edhe Po, në do t'i Zot, thoja pse jo? po. Atëherë po. Unë shoh shumë dashuri në gjithë ndërtimin e të thash edhe të ambientit që në fillim, por edhe në mënyrën se si e tregon këtë që ke ngritur, por edhe se si tregon të gjitha vitet e tua të eksperiencës. A është dashuria Chelsea i ndërtimit sidomos të bizneseve të tilla, nëse mund t'i quajmë biznese, sepse këtu më shumë duket si një familje, por Po, dashuria është Chelsea, dashuria është përgjigja. Nëse fëmijë si fal dashuri do të ta kthejmë patjetër. Si janë fëmijët? Fëmijët janë me lek. Fëmijët janë engjëj. Kanë temperamente të ndryshme, po janë engjëj vërtet. Sa e vështirë është të menaxhohen temperamentet e 60 e ca fëmijëve, 60 fëmijëve, sepse normalisht edhe grup mosha është pak më grup moshat janë të ndryshme. E vogël janë të ndryshme. Edhe është pak, ndoshta pak e vështirë për ti menaxhuar, pra çfarë i bashkon? Cila është pika që i bashkon? Mendoj që dashuria për njëri tjetrin, janë mësuar me njëri tjetrin, janë mësuar me vajzat që kujdesen për to. Fëmia do taktin, do t'i gjesh taktin. Fëmia do butësinë, fëmia do fiks taktin. Sot jetojmë në një botë që pavarësisht se sa të vegjël janë në moshë, duket sikur edhe fëmijët janë në një garë me njëri tjetrin, apo në garë edhe me jetën dhe me gjithçka. Përtej se mund të jenë 2, 3, 4, 5 apo 6 vjeç, dhe ti përmend butësinë. Çfarë është butësia? Çfarë zgjidh butësia? Një filozof i lashtë kinez thoshte që butësia edhe dëmshuria janë forma të guximit dhe të suksesit. Fëmia sigurisht rritet dhe edukohet në qendrën tonë për të bërë njeriu rreth parë njeri më i mirë, për të bërë human. Dhe ndërkohë që të tjerët me qëllim ose pa dashje i nxisin për të qenë në garë, për të qenë të parët në jetë, ne kemi atë pauzën, si thon, pushimin ton, ku fëmia përgatitet të jetë tamam njerëzor. Edhe kur të jetë puna për të qenë në garë, ai përgatitet për të qenë në garë me veten e tij, që ditën tjetër të jetë më mirë se sa dita që kaloi. Nirtila, do doja edhe një mesazh për të gjithë prindrit, jo vetëm për ata që kanë fëmijët këtu, në kopshtin tuaj, në familjen tuaj, por për të gjithë prindrit kudo që janë, sepse sado që ju e thash edhe më herët ta bëni punën tuaj mirë dhe shumë mirë, në shumicën e rasteve, sërish mbetet shumë dhe në dorën e tyre. Cili është mesazhi juaj për çdo prind dhe ndoshta pse jo edhe për çdo koleg tjetër që ka një biznes si ty apo që është edhe në kopshte shtetërore? Atëherë, mesazhi që dua t'ja për prindrit, i pari është mos fokusohen tek gjërat e luksit edhe gjërat e fasadës. Të jenë në kërkim të gjithmonë të një vendi që ofron paqe. Për pjesën e kolegëve, do doja vetëm që të punojnë me humanitet, me ndershmëri, edhe mos t'y në hak asnjë fëmie. Prindi duhet iki në punë edhe mos ta kthejë më kokën mbrapa. Të bëj një pyetje të fundit, sepse edhe mua patjetër si gazetare që shpesh kam punuar edhe me fëmijët, më bën shumë përshtypje diçka. Pjesa e luksit tek fëmijët, pra pjesa e të pasurit shumë. E ke vënë re ndër vite se si ka ndryshuar? Pra ka ardhur duke u rritur si fenomen apo duke ulur, qoftë edhe në mosha të vogla, sepse që aty mendoj se fillon gjithçka. Ka ardhur duke u rritur. Fëmijët mësohen që 2 vjeç e gjysmë, që 3 vjeç e gjysmë, duket pak e çuditshme. Fëmijët mësohen të flasin për marka, të flasin për unë kam gjërat pak më të bukura se ty, unë kam gjërat pak më të shtrenjta se ty. Dhe vërtet është një problem që ti rrëmbesh fëmijës fëmijërinë edhe t'ja mbushësh kokën me gjëra që nuk i ka të nevojshme. Unë uroj shumë që këto këshilla të dëgjojnë edhe të kemi sa më shumë fëmijë që rriten të lumtur, të butë edhe të mirë, sepse kjo është shumë e rëndësishme.
Falenderoj shumë dhe të përgëzoj Unë për ju, gjithë Vaida. punën e bërë. Kur të bëhem me fëmijë, gjeta mendin se ku do ta Jemi me sjell. pritur. Ju falenderoj shumë që erdhët në shtëpinë tonë. Ju uroj suksese. Shumë faleminderit. Mala, do vi shkojmë te grupi dallëndysheve. Pas ka ikur dallëndyshet.